Zoti Peleshi, neni parë I Kushtetutës thotë që Shqipëria është republikë parlamentare. Dhe përpara se të fillonin seanca parë dhe e dytë, të gjithë deputetët janë betuar mbi këtë kushtetutë. Pasi janë betuar mbi këtë kushtetutë, kanë filluar në mënyrën më brutale shkeljen e saj. Dhe këtu nuk shpëtoni asgjë. Futja në rendin e ditës e një dekreti antikushtetues që më shumë ngjante me një meme, dhe unë realisht mendova se është meme, është gjëja më e pabesueshme. Unë nuk e di se sa këtu ka deputet që janë prej vitesh, por mund të pyesni Gramozuruçin. A ka ndodhur ndonjëherë që të përfshihet në rendin e ditës në dekretin e presidentit një lodër teknologjike? Pyeteni Gramozuruçin. A ka ndodhur në 3 dekada që në Parlamentin e Shqipërisë dita e parë e fillimit legjislacionit të fillojë me ndryshimin e rregullores pa konsensus në thyrje të kushtetutës dhe të çdo historiku të këtij parlamentarizmi? Ku shkoi zoti Peleshi? Pyetini zotin Gramozuruçin. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zoti Tedi Blushi për zverbalin. Zoti Blushi, keni fjalën. Të mbaroj zonja Topalli. Ta mbaroj diskutimin dhe me kënaqësi. Zoti Blushi, e doni fjalën? Po, atëherë, zoti Peleshi, dua t'ju kujtoj se proces verbali është një akt zyrtar.